Në fakt ne po i përgjithsojmë gjërat, sepse dije që qyteti i Ferizajt nuk është shkatruar dhe nuk gëzojmë ta krijojmë këtë bindje të gjithë qytetarët, sepse qyteti i Ferizajt është zhvilluar jashtëzakonisht shumë dhe kjo padyshim që është merite qeverisjeve të pasluftës në komunën e Ferizajt, por është edhe një merite sipërmarrësve të suksesshëm të cilët veprojnë në komunën e Ferizajt. Nëse kemi raste individuale, ne duhet i trajtojmë përmes institucioneve të drejtësisë dhe jo t'ju mbesim borxh të gjithë atyre të cilët përkohshëm ndikojnë në zhvillimin e Ferizajt, gjithashtu ndikojnë edhe në mirëqenien e qytetarëve të komunës së Ferizajt, sepse këto kompani të ndërtimit, si pikë e parë, kanë edhe shumë punëtorë aty, të cilët edhe e mbajnë familjet e tyre, pikërisht prej punës dhe angazhimit të tyre. Dhe ne nuk duhet i përgjithsojmë, nëse kemi raste konkrete, cili do mbajmë përgjegjësinë për vete, duhet t'i dorëzojmë tek organet e drejtësisë dhe janë tema të cilat duhet të trajtohen nga organet e drejtësisë. Mirë, po kjo është edhe një thirrje a priori që sepse ne jemi duke komunikuar dhe ex officio mund të merren me këtë çështje. Ndërsa sa i përket çështjes së planifikimit hapësinor, padyshim që ne do të punojmë intensivisht në hartimin e dokumenteve të planifikimit, që padyshim si fillim do të jetë plani zhvillimor komunal, më pastaj do të jenë hartat zonale dhe planet e detajuara urbane, por megjithatë do t'i kemi parasysh edhe planet sektoriale në sektore tjerë. Po a ka nevojë të ndalohen dhënia e lejeve për ndërtime të reja? Faktikisht ne duhet të vazhdojmë të punojmë në bazë të dokumentacionit të vjetër, derisa t'i kemi të hartuara dokumentet e reja për të cilat edhe fola, mirë po megjithatë duhet të jenë në bazë të kritereve të gjitha ndërtimet. Gjithashtu përpas planeve sektoriale që i përmena do të jetë një ndërto dhe plani rregullues për zonat e natyrës, sepse duhet i mbrojmë edhe zonat e natyrës dhe gjithashtu do ta funksionalizojmë edhe drejtorinë e inspektoratit që është shumë e rëndësishme dhe do të bëhet edhe digitalizimi të gjitha shërbimeve të cilat kanë të bëjnë si me leje të ndërtimit, po ashtu edhe me legalizimet. Për ndryshe ne kemi edhe këto në mesin e kandidatëve, nëse hym detaje që kanë blerë pikërisht prej ndërtuesve dhe jetojnë në penthouse, njëri ndërtar është edhe zotri Enver Aliti që jeton në katin më të lartë. Çka ka lidhje kjo sot? Çfarë relevancë ka kjo se s'po të kuptoj? Nëse pas ka ndërtime. Çfarë është relevanca këtu? Çfarë do të thonë? Kemi drejt na ti ndëshkojmë këtë formë. Çfarë guxon ti të drejt me tregu ku banajon me çparit? Ti. Dash adresë. Ti çysh guxon? Nëse kemi ndërtime që pas kanë shkuar Ferizajn, atëherë ne nuk duhet të kemi pjesë e kësaj shëmtie dhe nuk duhet të investojmë dhe të jetojmë në një vend. Ti nuk di se si e kandidati mas pari këtu, se e luan avokatin e kandidatit PDK-s. Absolutisht nuk e luaj avokatin e askujt. S'ke të drejtë absolutisht të bisedosh për shtëpinë time për banesën time. Po jo, përderisa ne krijojmë bindje që komuna e Ferizajt është hera e fundit që e përmend ti ku banajon në adresë. Përderisa konsiderojmë që Ferizajt qenë ka shkatruar, atëherë ne duhet të bëhemi pjesë atij shkatrimi dhe ti je pjesë e atij shkatrimi dhe ti më spoku ke të drejtë të flasësh për këtë punë. Për shkak se ti takon çatyne personave që kanë qenë në kryetar komune kur është bërë ai plan zhvillimor komunal që po përmendet, edhe ai është personi kryesor që ka shkatruar Ferizajt. Zoni lutem edhe zoti Aliti, po mos merremi në personale tani, se nuk ka relevancë. A ma lejon ta shkohen? Po përderisa po krijojmë bindje qytetarët në kohën unë desha të insistoj në arsye me shëndetësi. Jo, të lutem. Po ju nëse dëshironi të përgjigjeni zonës urdhëro. Unë se kam pas këtë pjesë për dokumentet e planifikimit ende. Gjithë e kam pas, unë jam të pritë radhën. Vetëm intervenova se flet për gjëra personale të mia. Nuk është në interes, nuk është në interes debatit. Nuk dash adresë, vetëm që pikërisht për ato po thonë se dëshirojnë ta devijojnë debatin për një problematike që qytetarët e Ferizajt vujnë shumë. Kjo zonja këtu i takon një partie ku kryetari i saj natku ka qenë nën kryetar komune dhe ka shku brenda ditës se ka marrë përqimin e ministrisë në kohën kur kryeministër ka qenë Ramush Haradinaj. Edhe del në seancën e kuvendit dhe thotë ky gjë se ka marrë. Kështu e pranon edhe vetë që ka ndërhyrë në marrjen e pëlqimit në Ministrinë e Mjedisit për kalimin e atij plani për 2 ditë. Domethënë plani zhvillimor ka pas 309 faqe. Sigur sot është dorëzuar ministri, të nesërmen e kanë marrë pëlqimin. Nuk ka pas shansas leximi atij plani, jo analizimi prej ekspertëve që kërkohet. Leximi shpejt ka.
As një lexim i shpejt. Kështu që kjo më s'paku ka të drejtë flet për atë punë. Po, është vërtet që djem për zotriu në fjalë ka ndërtuar përgjigje zonja për Halitin, unë se përmendova kur të djem të kryetarit të punojnë me ndërtime, ata kanë punuar gjithmonë dhe kushdo që të jetë kryetar ose kushdo që të jetë në drejtorinë e urbanizmit, ata prapë do të kërkojnë leje. Nuk është krim të merresh me ndërtime, nëse konsideron që ka shkelje prej secilit edhe për ta. Kur jeni kryetar komune dhe të ndërtohen me një pronë publike, edhe ajo leje jepet nga qeverisja e këtij zotriut që është kandidati PDK-s. Domethënë krimi urban Ferizaj ka emër. Ata kanë vepruar sikur gjithë sipërfaqësit tjerë. Edhe pse janë partitë të tjera, lidhja ka funksionuar super, funksionon edhe sot. S'ka të bëj këtu me lidhje. Jo, po lidhje shumë. Kanë marrë shumë ka shumë lidhje, ai objekt ku ka ndërtuar pikërisht ai kryetari yt. Etash është kryesues kuvendi, është në dy anë në pro publike. Haliti edhe zonjë, a shkojmë për një orë 10 minuta